Ky emision përmban vendosje të produkteve. Kusha? Vëm gjohin. Edhe civil. Ku jeni? Të ma një nërë. Edhe civil. Ku jeni? Ku jeni? Ku këtu? Hajde. Hajde gjërë që shmirë. Aje mirë. Njësë me gjithë. Aje. Ku shmirë të të vëgjët. Hajde. Miq të nderuar, jam me Ilirianin këtu, siç po e shihni, qenushat e mi krejt po e njohin Ilirianin edhe e dojnë, që ku janë alat e Iliriani. Edhe nuk kanë faj për shkak se Iliriani jo vetëm që i don, për kujdeset për ta. Nga njerë kujdeset edhe më shumë se unë, se më thretë në telefon thot ki me shku ndeti, bjermi ata pisat ti kontrollojnë, bjermi se duhet jo për rriqna me i trajtu, jo për ndonjë parazit. Kështu që mund me ju thanë që unë e Ilirianin e njoh prej 2004-5. Po, 2004-5, do më thonë që 20 vjet, ose me dhe ma shumë, prej që e ko marrë gjangon, po. Që 23 vjetë unë e njoh Ilirianin edhe qenushat e mi gjithmonë kanë qenë të shëndetshëm, gjithmonë kanë qenë shumë mirë, për shkak të kujdesit permanent që e kanë pas prej doktor Ilirianit, edhe për shkak se mund me thënë që këta çdo 6 muaj shkojnë në kontroll të rregullt të Iliriani, se çashtu duhet. Unë vetën ka njerë pritoj mi qu të doktori qatë shpesh. Por, qenushat nuk pritoj fare, edhe prandaj janë kështu të shëndetshëm, të mirë, pas një telashe dhe natyrisht mund të them që Iliriani është njëri prej veterinerëve më të mirë në Kosovë dhe në rajon. Prandaj edhe nuk i ndahem Ilirianit dhe jam shumë me fat që e kam njoft, shumë miket mia po ashtu vazhdojnë të Iliriani me qenushat e vetë, dhe ne sot e kemi ftuar Ilirianin pse ka vendos të bëhet veterinar, kur zakonisht e dim që Gjakovardi qojnë mu bo doktora të njerëzve, jo doktora të kofshve. E vërtet, po. Edhe të flasim pak edhe për jetën e tij dhe për botën të cilën ai e mjekon. Mirë po, fillimisht, para se të futemi në bisedë me Ilirianin, do të ndjekim dokumentarin të cilin për Ilirian Jusufin e ka përgatitur Ben Apolloni. Doktor Ilirian Jusufi lindi më 17 shtator 1978 në Gjakov, kreu shkollën fillore në Mazlum Këpuska dhe më pas vijoi arsimin e mesëm në gjimnazin Hajdardushi në qytetin e tij të lindjes. Në vitin 1996 filloi studimet në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare në Prishtinë, në vitin e parë të themelimit të këtij fakulteti në Kosovë, për të cilin kishte konkurrencë të madhe dhe kushte të vështira infrastrukturore e akademike. Pas përfundimit të 2 viteve të para, për shkak të luftës, studimet i vazhdoi në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare në Tiranë, ku dhe i përfundoi me sukses të shkëlqyer dhe vlerësime të larta nga pedagogët, duke qenë pjesë e grupit të parë të studentëve nga Kosova që u integrua në atë institucion. Fëmijërinë e kaloi në lagjen e vjetër të Hadumit në Gjakov, në një ambient të gjallë dhe plot dashuri mes një familjeje të madhe. Ishte fëmijë aktiv dhe i lidhur ngushtë me gjyshin e tij Samiun, i cili edhe frymëzoi me dashurinë për motorët, sportin dhe jetën aktive. Kujtimet me të, shëtitjet me motor, larjet në lumin e Renik, ndjekja e ndeshjeve të klubit futbollit Vllaznimi mbetën thellë të ngulitura në karakterin e tij. Pasioni për sportin, veçanërisht për futbollin dhe ping-pongun, e shoqëroi gjatë gjithë rinisë. Si qendërmbrojtës mori pjesë në stërvitjet e klubit Vllaznimi, derisa represioni i regjimit serb i ndaloi aktivitetet sportive publike. Bashkë me të rinjtë e lagjës themelua një klub ping-pongu që do të bëhej një nga më aktivet në qytet, duke stërvitur me trajnerit Nejmedin Canhasi dhe Albert Varaku dhe duke arritur suksese në nivel Kosove. Me përkeqimin e situatës politike dhe largimin e prindërve nga puna si pasojë e masave të dhunshme të regjimit serb, familja u orientua drejt bujqësisë dhe bletarisë si formë vjetese. Kjo periudhë e përballjes me natyrën dhe punët me kafshët në fshatin Moglic ndikoi drejt për drejt në formimin e ndjenjes për profesionin e ardhshëm. Pikërisht në këtë kontekst lindi edhe pasioni për mjekësinë veterinare.
Pas diplomimit në Tiranë, doktor Ilirian Jusufi e filloi praktikën profesionale në stacionin veterinar të Gjakovës, duke punuar me një gamë të gjerë kafshësh bujqësore. Përvoja e tij profesionale vazhdoi në një klinik të vogël në Tophanë të Prishtinës, pronë të Ndjerit, Fisnik Vejsa, ku gjithçka filloi me mjetet kufizuara, por me përkushtim maksimal. Në këtë klinik gjithashtu realizoheshin edhe gjerimet për emisionin e parë edukativ veterinar në Kosovë, Fauna Jon, ku jepte këshilla profesionale për mirëqenjen e kafshëve. Pas kësaj eksperiencë hapi klinikën e tij të parë veterinare dhe pet shopin Fauna Jon në lagjen Arbëria në Prishtinë. Klinika shumë shpejt u shndrua në një pikë referimi për shërbimet veterinare në kryeqytet, fal punës së palodhur, profesionalizmit dhe përkushtimit të tij për mirëqenjen e kafshëve dhe edukimin e publikut për kujdesin ndaj tyre. Njihet si ndër profesionistët më të përkushtuar dhe të respektuar në fushën e veterinarisë në Kosovë, duke kontribuar me pasion jo vetëm në praktikën klinike, por edhe në zhvillimin e kulturës së kujdesit për kafshët në shoqërinë kosovare. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për kujdesin ndaj kafshëve, veterinarin për natyrën, doktor Ilirian Jusufin të gjithë e kanë në majë të gjuhës. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Ilirian, e ndoqëm dokumentarin për ty edhe pam se si ku ke lind, ku je shkollu, komplet praktikisht jetën deri sot. Por, atë e ka thënë Ben Apolloni, duke hulumtuar për ty. Çka na thot Iliriani? Kam lindur në Gjakov, në shtator 78, që vjen sot paka shumë 46 vite. Unë jam rrit Malta Dumit, e thojnë qashia e vjetër, që të karat, me qenë shpesh. është një prej lagjeve më të vjetra në Gjakov. Jam rrit me një shtëpi me abort madh. Aty kemi pas fatin që ta kalojmë fëmirin. Sa fëmijë keni qenë familje? Ne jemi 4 fëmijë, 3 motra. Unë kam qenë djali vetëm në atë familje. Baba ka punu si jurist, nana ka qenë arkatare. Edhe kështu, faktikisht baba ka punu social. Nana ka punu në Mendurak. Edhe dihet që kuptohet, fëmija jonë ka qenë një pjesë e mirë, po pastaj ka të vitet 90, kur fillun masat e dhunshme, babën e nxerën prej punës, nanën po ashtu, edhe fillun gradualisht baba për shkak një farë mbijetesë ishte në Gjakov atëherë, jo vetëm Gjakov, por dihet në krejt Kosovën. Baba me një mik të vetën vendosi mi majt disa bletë. Oh, shumë bukur. Afër Gjakovës, një fshat shumë i bukur, Moglic. Edhe po ashtu vendosëm i majtë edhe disa pula. Faktikisht fillun me kultivimin e mjaltit edhe të vezëve. Një vend shumë i bukur, Buzë Gjakovës. A i ke ndihmu babës ti? Fillova tash isha dikun 13-14 vjeç. Edhe fillova mi ndihmu ka pak. Shkoja mas ti me kerr, vinim në qytet, shkonim gjithë ditën afër Moglic në fshat, afër Shkuqës, një vend shumë i bukur. Edhe aty fillova gradualisht me ranë kontakt me natyrën. Fillova me ranë me natyrën, me kafsht, fillun më pëlqeshin shpendet, pulat, kafshët, kishte gjithë farlohesh aty. Edhe gradualisht fillova mi ndje fshatin me farforme. Edhe fillova me qenë një apasionant pas natyrës, pas kafshëve, pas jetës gjallë. Nuk më pëlqeshin shkencat eksakte në kuptimin se baba ishte jurist. Po. Edhe një ditë prej ditë më tha, mirë, masi je çdo ditë me mua dhe pisha që kini farprirje. Tha, mu regjistru në veterinë. Mu habit aty. Thash, po mërë, po Prishtinë nuk ka fakultet. Hapi presëm në ashta qile diku, këqyrim diku jashtë vendit. Kur fillova bona arrita moshën e 18 vjeçare, atë vit 96 në hap fakulteti veterinarisë. Edhe ishte një emocion. Po atë vit u hapen edhe katedra farmacisë. Ishte gjenerata parë në Kosovë që po hapet. Ishte sfidë. Ishte kërkesa shumë e madhe, edhe mundësit ishin vogla, të limitune. Dikun 30 vende ishin për më fut fakultet. Edhe fitova, u regjistrum, ishte sfidë e madhe. Ishte sfidë e madhe, kuptohet që për shkak se regjimi kishte okupu gjithë objektet në Prishtinë, ne vazhdonim në për objektet improvizune. Vitin e parë e dytë e krym aty. Edhe kur ishte një
një profesor aty i Gjakovës, Rasim Bejtullahu, vinin prej 4 vit, lanë të para, zakonisht kanë qenë të përgjithshme, viti parë i studimi 2, edhe merra i listën, edhe shef Ilerian Jusufi, njërës së mjefke, tha Ilerian prej kajtje, thash prej Gjakovës, thash ka kili veterin, thash më pëlqen, se si që mësu Gjakovart me hi veterinari, ishim mësu javërisht, me pas punë me katon. Po, thash më pëlqen, tha me ta qitë lopen mi po ëngje, ba, fillun, atë më prejnë kom, se isha i ri, aty, thash, nashta dhe në gjamër prof, aty fillun me kesh gjithë klasë aty, edhe aty, se me të vërtet ishte qëdit, gjalli një juristi, po shkon në veterinari, kështu që zakonisht i orientojnë mas prindve. Kurse unë e mora një dhejtim komplet krejt ndryshe. Mu nuk e më pëlqen të drejta romake. Ishte diçka, ligjet ishin të thata për mu, ishin fikse, nuk e më bëni përshtypje. Mu më bënë përshtypje, më bëjkëshin përshtypje gjallëria. Kafshet, natyra, era, ajri, çdo gjë që frymon. Ajo më bënë të përshtypje. Prandaj, thash prof, po më pëlqen. Hajde tha të shofim tha qysh për shkak. Edhe kështu që fillum, mirë, ishim nxënësat mirë, studenta mirë në fakt, fillum. Aty, viti 97, pasaj krizat në Kosovë, filloj lufta, edhe u transferume në Tiranë. A kishit problem me pashaporta, me... Jo, mas luftës, në fakt, e krym. Po. E krym, mas lufta përfundoj edhe fakulteti ngeli me tregu drejt pa staf akademik. U shpërndan. Po. Edhe nuk e shishim veten që na mujmë me fillu këtu me vazhdu dhe nuk kishim bazë praktike. Ishte diçka re. Thesha, të paktën shoh diçka më ndryshe, mos bëhem një gjenerat eksperimentale. Kemi diçka një përvojë për profesorë me përvojë. Shkume në Tiranë na pritën shumë mirë. Kuptohet, ishim gjenerata e parë, e cila fillum masi u hapën dyert Kosovë-Shqipëri. Ishte gjenerata e parë, e cila u pranu prej Kosovës, prej Prishtinës. Sa veta ishit? Ishim dikun një 25 veta. Sa veta e përfunduar? E përfundum gjithë. A të gjithë? Gjithë e përfundum, gjithë ishim studentat shumë të aftë. Mas studimeve, u fillova në Gjakov punë praktike, në stacion të veterinarisë, ku normalisht ishte ndër stacionet më të përgatitura në atë kohë. Ishim një 4 doktor me fakultet. Por pas asaj periudhe e pash që Gjakova ishte një vend që paka shumë unë desha me bo një investim që muj të arri edhe vetë. Po më intereson, në krahasim me 20 vite ma pas praktikisht, smundjet që i keni trajtu atëherë të kafshët në ferma, a janë të njëjta si kur smundjet sot, a kanë ndryshu? Se edhe trajtimi në përfshatra ka ndryshu për shkak të stafit të veterinerve, edhe për shkak të edhe antibiotikëve të ndryshëm, suplementeve. Është vërtet që faktikisht mas luftës më njëherë kemi pas mungesat mëdha në antibiotik, në medikamente, në mënyrën e mjekimit. Smundjet kanë qenë po ato problematika, kanë qenë problemet paka shumë futnisht që njifen e shkencë, nuk është diçka që ka dalë prej smundjeve të reja, vetëm për shkak na gjatë kësaj periudhe 20 vjeçare, po edhe mas luftës ka ndru metodika mjekimit. Ndron metodika, mënyra se si mjekohet, domethënë evolon mjekimi, evolojnë po ashtu edhe banat. Edhe rritet vetdia, na kur dilin faktikisht në përfshatra, në Gjakova, andaj vetdia ka qenë më ult. Fermert nuk i dinin gjanat elementare, ndodhë që jepshin antibiotik vetë ndonjëherë, që ka qenë shumë gabim, që është edhe sot e kësaj dite gabim, edhe atë shumë që jep të fëmisë, apo atë mish e përdor të për vete, që nuk e dinte që përdorimi i antibiotikëve ka mbetje, ka karencë, ka kohën e vet kur duhet. Ai çumsh nuk guxon të përdoret, apo ai mish i pulës, apo ajo vezë nuk guxon të përdoret. Domethënë ka një farë kohë që ai organizëm duhet të pastrohet s'pari, domethënë ka një periudhë 20 ditore, 2 javë, 3 javë deri një muaj karencë, mbetje. Ato nuk i kishin informata. Keqëshmëri, domethënë higjiena ishte shumë problematike. Kurse tani që po flasim, gjanat kanë ndru. Vetdia është rrit,
fermat tani janë më intenzive, nuk kanë qenë si përpara. Përpara kanë qenë kanë marrë kafshë, po i kanë marrë shumë kushte ekstensive jashtë fermave. Kurse prodhimtaria ka qenë shumë oltë. Ne bënim shaka. Bënim lopë tona nuk qesin tomël vetëm sa prej macchiato. A di? Po. Për shkak se kushtet higjieno sanitare, po edhe mënyra të ushqyet kanë qenë shumë të pazhvilluara, kanë qenë shumë dot. Ose ushqimi që ardh mas luftës Kosovë nuk i ka plotësuar kushtet elementare për një prodhimtari mjaftueshme. Janë shfrytzuar lopët edhe. Tash 20 vjet mas, 20 e sa vjet mas. Cili është dallimi në ushqim, në Dallimi është esencial, domethënë dallimi është shumë i madh për shkak se kuptohet që edhe sot kafshët shfrytëzohen tej mase. Një lop apo një pul tazë nuk e ka jetën 5 vjet, 6 vjet. Tani një lop mesatërisht e ka një jetë 3-4 vjet, një pul e ka shumë më të shkurt. Një lop për shkak se shkohet në limitet e shfrytëzimit. Jepet ushqim për të nxjerrë maksimumin. Kafshët sot shfrytëzohen për përfitime. Duhet normalisht lopa mahet për atë punë, edhe pulet mahen, edhe bletët gjithat. Por duhet paktën të nxirret maksimumi i lejushëm, jo maksimumi mbi maksimumin. Që mos vihet deri te shterja e rezervave, që lopët vinë. Unë shpesh i thot, për me marrë qumsh duhet me ushqy lopën, po dhe pulën, edhe ato. Domethënë duhet, po nuk guxojmë t'i kalojmë limitet e ligjura natyrore, se organizmi ka elementet gjenetike, deri ku maksimumi mund të vi. Qofse ne e kalojmë maksimumin e mjeljes, e shfrytëzimit një kafshë, atëherë vjen deri te smundja, apo deri te shkurtimi i jetës saj, se i kem kaluar limitet gjenetike. Nuk mund ta shfrytëzosh një organizëm për te limiteve, atëherë vjen deri te smundja. Atëherë kemi problematika tjera. Pastaj vijnë pyetje veterinar. Vijnë pyetje ku ne duhet ndërhyjmë në atë ciklin ku ne duhet të krijojmë atë baraspeshëm. Humbja e baraspeshës do të thotë në çdo lami është baraz me smundje. Prandaj vijnë smundjet kur humb baraspesha. Duhet jemi shumë të kujdesshëm në këto. Mirë, më tregoj Lirian, ti si veterinari i ri me njëherë pas luftës, a kishin besim fermerët në ty? A të shikonin pak si çapo lyp ky pishperek tash këtu? Them drejtën, normalisht, sa ishim të ri, besimi është më i vogël. Kuptohet, mjeku t'i hyj vlera me kalimin e moshës. Nuk mund të kesh një vlerë kur je 20 vjeçar, 24 vjetër kur kemi dalë doktora. Isha në Dublibare, është një fshat shumë i bukur, afër Gjakovës. Shumica ishin besimit katolik aty. Edhe dola me një koleg, tani është në Vjenë, punon, edhe fillum me kastru derrat. Dole me kastrim, edhe sterilizimin e dosave. Cili vit ishte ky? Ishte viti 2004-5. Domethënë para thujse 20 vite. Edhe dihet që gjatë kastrimit, zakonisht kur del me një lagje, atë gjatë punës kirurgjike, se zakonisht derrat kastrohen, sterilizohen pa anestezian. Në shumicën e rasteve. Për shkak se kanë problematika të ndryshme shëndetësore, edhe janë shumë ndihshëm në anestezian, edhe nuk rrezikojnë. Edhe na dalin prej kuqive, thonë, na thëshin doktora 3, kështu na thënë. A keni mundësi më ardhë me këshyr një dosë, me sterilizu se ata doktorët nuk kanë mujtë, na ka metë. Tham po, na deshëm i kalzu vetën, u duke mi kalzu vetën se ishim të ri pak ma asgan. Dolem kur shka me pa, Gjeri, kur ka dalë një dosë e madhe, më i me thonë një 300 kg. Ku i thash për thomë tunës, pas kem pas faj ata që si kanë shti durtën ta. Hajde, i thamë bena do shkallë, ati shkallë, se mi fiksu. Piska, kanë një zhurmë shumë therëse. Mi nëzin se fiksum. Dhe na sëlmajke, dur prej loqit, ashtot. Edhe, mira, trup, i thash një djallit të ri, i thash, bema pak uj me sapun t'ja pastrej fushën operative. Se kështu, ne duke me pastru. Edhe tu pastru derin, mrapa, del pacadet, sot i shpisa, tha puna marë Gjakov, mu për ma banë.
marë paq, ishtë derri, i kishtë testikujt kaq. Tha mi ditë për që të pare, tha që shko këtu knash, tha isha ulla dhe vetë. Kjo ke një prej filesave, se i bënim ka 10 marka. 10 marka gjitha e punë, ishte shumë lirë edhe shumë për tokë edhe plus, thash, po mëra gjatë detë, thash, sa problem kur du shullet. Kështu ka qenë, ajo farë fillimi edhe me thumba. Edhe thumat! Po, aty krymat pune, që ashtu në met ajo miqasia, pastaj edhe fillova. Pastaj, normal, erdha në Prishtinë, diet, u largova prej Gjakovës, me gjithat bagazh praktik që kisha. Normalisht, Gjeri ka qenë vitet vështira, për shkak se na, kur kemi fillu studimet, po dhe punën praktike, na nuk kishim internet. Po. Nuk kishim Gjeri internet, na u duke një problem mu shyt vetë, me kap mi studiu librin, edhe me rezikum në farforme. Ti nuk mundesh me po mjek i mirë, edhe kirurg i mirë, qofse nuk ki guxim, nuk mundesh me reziku Gjeri. Nuk mundesh me po i mirë në një fush. Une kam reziku. Kam reziku edhe në Prishtinë kur marrë, unë nuk e kam pas kërkon për mi pyet. Unë kam fillu vetë. Në 2004-2005 kur kam fillu, i vije fiks 20 vite, unë nuk e kam pas asë një mentor që me mnajt të kryt me mësu, në më dhënë aspenin, gjërponën, mi mësu qysh mi majt, portagët, pincat, kur gjo. E gjitha ka qenë vetë. Ka qenë shumë sfide madhe. Plus ty marrë parasysh që s'ke pas YouTube, s'ke pas ChatGPT, nuk kishe... s'ke pas asgjë, praktikisht ishte dash me u bazu vetëm në librat e veterinarisë. Vetëm librin, edhe libra nuk ishe shqip, libra anglisht ose serbokroatisht. O duke mi referu librit, edhe përvojave të tëne, me studiu, atëherë me arën pyetje. Shpesh kur nuk kisha iden për njëra, se nuk mundesh, pamërësisht që ki mantillin vesh. Medicina është një deti pa fund, nuk mundesh me ditë këtë problematikat, sidomos në atë kohë po folim. Absolutisht. Kur nuk i pas qasën në internet. Më fal, Ilirian, po edhe kafsha është e ndërtu me njësoj si kur njeriu. Edhe te kafsha, praktikisht, mune mendoj që duhet me qenë veterinari i cili merret me kamën, veterinari i cili merret me kokën, me zemrën, me organet tjera, në të vërtet, te ne veterinari i bën të gjitha, e ne njerëzit i kemi mjekt për... Fushat e ndana. Po, për të gjitha problematikat që i kemi. Gjeri, edhe kjo është një prej vështërsive në fushën e mjekësisë veterinare. Me qenë një veterinari i mirë, dush me qenë një njës i shumë fushave. Jo të njëjtat problematika që i ka qeni, i ka dhe maca. Apo maca të qeni. Apo kafsh tjera. Kafsh tjera, por edhe në problemet interne, dhe më thonë, fushën, se shpesh edhe me doktor Ngadnimin, bëjshë debate edhe kur vinte për qenë, thesha, ju i keni vetëm dhomët, edhe fushën maksilofaciale. Na du më marë, vesh me dhomë, maksilofacial, me sy, me vesh, dhe më thonë, me interno, dush me qenë obstetër i mirë, dush me qenë ginekolog i mirë, ortoped i mirë, në sot ingjesim i bojmë fiksimin edhe të kockave, dhe më thonë, kemi problemet me lëkur, kemi problemet me dhomë, me vesh, dhe më thonë, gjitha fushat dush me qenë me pas njëri gjanë, me pas njëri dush me qenë gjithë ditë me librin, dush me qenë gjithë ditë me informatat. Fusha mjekësia veterinare është një det i pafund. Dush konsultohesh me kolegë, dush konsultohesh me literaturë, dush tani është edhe interneti, shqyr zotit, është qasja shumë ma letë të informatat. Kjo, fillim, ne kemi pas shumë problem. Atë ka ndodhë me të mbet një kafsh në tavolinë, për shkak se ka qenë e lëndume shumë e ashtu, edhe pastaj me t'u idhnu me t'u idhnu klienti, pronari, në këtë rast. Po ka ndodhë Gjeri, domethënë gjatë tyre 20 viteve udhtim në këtë fush ka ndodhë, shpesh ne në shumicën e rasteve, pse tash në qytet ku jetojmë dhe punojmë, operojmë,
të rritë sot lexojnë më tepër, kanë informata shumë më tepër, dinë për qenin e vetë ka herë shumë më tepër se vetë mjeku veterinar. Po, ka ndodhë, na ka me tavolin për një x arsye, ka pas në gjakdere të mendshme, në i goditje prej veturës, në i ramje prej nalësis, sidomos macet kanë tendencë me kësuj prej balkonave, edhe bin para aktit, ose është në gjendje komatoze. Edhe ta bjenë në tavolinë. Unë shpesh i thëmë edhe kolegë në zanë, studentët aty, që shpesh të natë gjithmonë ta binë 12:05. Më hajgore, dhe pak një farë. Në hajgore, nuk është hajgore, po është një realitet se të veterinari gjithmonë vjet me vonesë. Kur nuk vjet me kohë. Edhe gjithmonë ta bjenë 12:05, që i thojmë na, popli. Edhe të thot, a pështën? Po, pështën qofse normalisht, qofse kemi kap me kohë, po qofse jemi mas kohës vështirë se na, edhe të na, më shpesh i thomë, spitali e ka edhe intenzivin, po ka edhe kapellën. Po, që është? Na nuk jemi që 100% sigurt nuk ka në medicinë. Edhe të na ngordhin rastet. Normalisht është e dhimbshme, e prekshme, kur nuk mundesh me ndihmu. Edhe të qanë shpirti për një shpirt që tik prej dorës. Por në shumicën e rasteve, Gjeri, në shumicën e rasteve, është vetë pronari fajtor. Ose ai kujdestari që kujdeset. Se kafsha është e pafajshme, kafsha nuk di se është një nalësi, kafsha nuk din që ka kerç atë që del. Domethënë, nuk e din. Ose e godet keri, ose ka një smundje e lën me vujt 3-4 ditë, 5 ditë, nuk e dallon, ose e dallon thot hase e neglizhon. Edhe vjen me vonesë, Gjeri. Vjen kur gjitha parametrat klinik janë në fund, në përfundim. Edhe shpesh i thëmë kolegëve këtë, sha pas ke pru tash, e pas ke pru vish mja bo doan. Na nuk jemi as hoqë as shë. Pas ke pru mja bo doan tash, as ka kur gjohë ndora, sha mi bo. Qak, kur sa rrej, erë një rast në Gjakov ishim, edhe se sa isha në Gjakov, telefona nuk kishim në atë kohë, 2002-2003 kur për folin, telefonat shumë pak funksionanin. Edhe rastet na vinin, lop na i binin në stacion, në orën 7. Po, as me ju lajmërua. Jo, vish vinin, e dinin që në orën 7 hapet stacioni, doktor të vinë aty, edhe ishte një lop me një mastit në atë, mastit nekrotik, një infekcion e gjirit, komplet. Edhe për del doktor Indjeri, Hamza, pikqyr, të bën me kry. Tha, mësë është drëp lopën, hish. Tha, doktor, pse? Tha, s'ka gjohë, tha, besaj. Tha, qysh? Hisha? Ja, tha, s'kem shaj bojmë, kësaj. Tha, pse mërë? Kur gjohë? Ja, këta, tha, vish mi qute shehi, tha, se s'kem shaj bojmë. është një batut, në kuptimin e mirëfill, se aje kesh lonë, dhe më thonë, në rasin, deri në momentin e fundit. Deri në momentin e fundit, deri me kohë është nekrotizu, është shkatru indi komplet. Edhe pi thamë në Simari, dokas, kishim me pas përvu për pak diçka. Jo, mërë, tha, dok, tha, nuk kim shajbojmë kësaj, se visht me të ndorë. Dhe më thonë, përgjec për shëndetin, është shumë më rëndësi koha kur e bjen. Koha kur drejtohesh te mjeku. Si edhe te njeriu, njësoj. Është njëjtë. Qofse e lën një smundje mu maturu, është shumë problem për mjekun me fut dorën të dhe me ndërhy. Është e pamundshme. Kështu që sfidat kanë qenë shumë mëdha në fillim, plus na mungonin medikamentet, Gjeri, mas luftës. Kemi pas probleme me anestezion. S'kishim medikamente, duke mi përzi, dozat kanë qenë shumë problematike. Shpesh rrezikon ka jeta e pacientit. Nuk kishim vaksina, nuk kishim medikamente. Nuk kishim medikamente edhe për kafshë të shoqërimit, për qenë dhe masë. Kretë që vinin për lop, për dera, për dele, nuk kish antibiotik për qanë. E din fillim, kur më të thonë që ti siguroj se në shkup ka, ti siguroj ti sjeli për parazita. Nuk kish, Gjeri, ka qenë problem. Do në Kosovë, se importi ka qenë shumë problem, u dëshim barnat me fillu më regjistru, s'ka pas regjistrim, ka qenë një periudhë tranzicioni shumë e vështirë, sidomos për ne, që kur patin fillu me, domethënë si gjeneratë e parë e veterinarëve, ishte shumë problem. Më kujtohet, kum të tregu, kur kum fillu importin e parë. Majnë mend këte, në mënyrë që në këto qaste të shkojmë të ndjekim recetën e shepit dhe
pas recetës së shefit, ta shohim se çka po i kujtohet veterinarit Ilirian Yusufi. Përshëndetje, unë jam Herojt Shehu, përsëri këtu në moje gjuhës me gjerin me një pjatë tjetër. Kësaj herë kemi me bo një salat shope, është salat e zakonshme që bëhet, po veç me disa ndryshime tjera të vogla. Mas pari e kemi qëtëfurën prej Frigo Deluxe-it, pirshojmë këto mas pari se na duhet me hongër salatën me bukë. Tash deri sot nxehet furra, pilojmë 250 gradë, pa lagështi. Deri sot nxehet furra, na mujmë i bo salatën këtu. Salata shope zakonisht ka domate, ka trangull edhe qep. Shtojnë senet bazike edhe normal djathi, foj ullinit edhe uflla. Po na në vend uflës, për aciditet do ta përdorim limonin, kështu e kemi një gjysmë limoni. Edhe për ndryshe për erë, në vend oreganos do ta përdorim bazilikun, se baziliku shkon me domate. Edhe kemi një ndryshim tjetër, hudrën. Hudra shkon me domate edhe ndihmon domaten mu tret, do të thonë ja nxjerr një materie që quhet likopan. Tjetër, një ndryshim tjetër që kemi me bo është me shtu fora chia. Pse me shtojmë fora chia? Se përmbojnë shumë fibra edhe kanë omega 3. Tash fillojmë me trangull. Zakonisht kur ta prejmë, duhet me pastru qështu. Puna mja hek edhzimin. Lëvorën nuk pja hek i hiq. Puna për me pas ma shumë fibra. Edhe bojmë tamën për marak që me mujtë mu përdorë edhe në brusketa ose më hongër me luk salata. Prejmë kubzat vegjel si kur të taratorit, paka shumë. Qepen të njëjtin proces e bojmë. Kubzat vegjel. Tash vazhdojmë me domate, edhe i me prejmë kubzat vegjel. Tash të shtim pak erë salatës me hudër. Hudrën e përdorim të njëjtën taktik. Qa hudra kretim. Tash e marim edhe bazilikun. Këto mujmë i ngri copat vogla. Njerë e prejmë qështu drejt. Këto kuzhinjerat përdorin termin julienne, që në qështu si fije. Saj kur t'i kryjmë fijet, pojmë edhe copa matima, që më përzinë salat. Ndërkohë që prejmë pi bojmë një pauzë, limonin e shtrydhim tek fora chia. Fora chia e kanë një tipar që kur të prekin lëng ose nuj ose aciditet, ato ja nisin mi kriju një farë substancës në formë gellit, që kjo të ndihmon në tretje. Tash to forat kanë shu boll. Ja qesim të në salat, e pak vaj ulliri. Krept Himalajeve të aurës, ko gjafin krept. Dhe pëqesim begi se si për sportista mu. Tash e përzime dhe lojmë mu marinu salatën. Ndërkohë që kjo marinuat, e këqyrim edhe buken qëtu në furrë. Në fund të përfundojmë salatën të ashtu djathin, po masit bëhet buka. Bukën gati e kemi.
Filojmë këtu të shërbimi. Edhe vazhdojmë me pjesën finale të sallatës. Zakonisht sallatë shopeve qesin veç djath për mi, po lezetin e ka me pas edhe djath në për ta. Shqejarë përzim pak qështu me djath mren. Dhe kjo e komplementon mirë shijen e sallatës. I marrim edhe qëta ullim me veti këtu të shërbimi. Dhe fillojmë me bo pjatën gati. Kjo pra është sallata shope për meze, për marakli. Veç njëherë ta provojmë se mi bo tonë këtë punë e mësë mi provu është gjena. Marinimi për fenomenal. Shijet jënë përzi bashkë, hudra pjep i farë shkelmi të shijes, dhe baziliki pjep një farë freskije sallatës. Të që ja vlen mi provu, nashta pak ufull balsamik bën mishtu, nuk i bën keq, po pa që si ulli kalamata më sreni. Faleminderit shumë që na ndoqët, shkojmë me emisionin. E ndoqëm recetën e shefit Ilirian, tani na thuaj çka po të kujtohet. Fillom hapëm klinikën e parë. Kanë qenë edhe ndjeri fisi i Vejsës. Fillonëm i bone emisionin e parë me këshilla veterinar, fauna jonë. Një ki bon të autorin, regjisorin, edhe montazhin. Unë jepsha këshillat të veterinarisë. Ishte hapi i parë mas tutës Kosovë. Qysh mi majtë qenë, qysh më kujdesi për shëndetin. Domethënë një lloj edukimi, fillimi një edukimi si mi majtë kafshë të shoqërimit. Ishte para 20 viteve. Kur hapëm dyqanin e parë në klinikën e parë në fakt, edhe dyqanit ka qenë kombinim ajo, afër ambasadës amerikane. Ka qenë një risi në Kosovë. Nuk ka pas klinik, mirë fillt, edhe pet shop. Në kuptimin e... Aty jemi njoftë. Po, aty jemi njoftë. Afër ambasadës ka qenë. Afër ambasadës. Edhe punoja ma shumë me të huj, thëmë drejten. Ma ambasadar, zëvendës ambasadar, untor të tunmikut, zyreve ndërlidhëse. Edhe kishim kërkesat shumëta. Aty, me thëmë drejten, klinika u bo një vend takimi për gjithë ambasadarët, zëvendës ambasadarët, njerëz të artit, njerëz të shkencës, kur Bajram Rexhepi ka qenë, Beton Sorroi, vinin, ju, gjithë njerëz të artës kishin, i vetmi pikë klinik edhe pet shop ku vetmja ka qenë. Ku gjenin gjana. Sa që edhe prej Shqipënisë, domthon kom pas Adi Kras ta vinte, ma bënte dok se se hapni dyqan tillë në Tiranë do lësh namin. Tash më po se në atë kohë nuk ka pas. Tirana ka qenë e zbras, s'ka pas. Edhe merë pak kafe. E kemi të bilbetës shumë të mirë, hajde të faleminderit. Edhe? Gjeri, aty fillon vinin njerëz fushave të ndryshme, dashamirës të kafshësh, kryesisht kanë qenë të huj. Se edukata edhe hallet e Kosovës mas luftës kanë qenë tjera, nuk kanë qenë qysh mi majtë qenin, qysh mi majtë, sa që kur fillum importin e parë të produkteve, atëherë malli kur vinte prej Gjermanisë, porosit një mrypa, çorapa për qenë, tesha për qenë, shalla për qenë, puca për qenë, parfuma për qenë, pucat ti, edhe ata dogan, me vjen malli i parë, doganjerat pi hapin, hajde fauna për mësirin, mi bo deklarimin, s'dinin asë qysh mi e mërtu, kur pi qelin, pi kapin krytën dorë ata, tha shka u bo, o dok, tha, shka në mërë këto gjana, tha pse, le mërë burë tesha për qanë, këpusa për qanë, po nuk i kemi mërë na tha këto hale. E thash, po, ati qysh, të djallë, thash, na punojmë edhe me të huj. Ata e në pak ma ndryshe, sa që, me të thëmë drejtën Gjeri, kishin problem, vishin këta të hujt në klinik, ma vishin dok. Qysh për ju nuk i doni qanë të macët.
qërë thane për rrugë për gjëna, i merë me të vërtet, i merë një strahoj, shim, i me Hala vazhdojnë. Hala, problematika, kjo gjakderë dhe mi thonë, thoi se hala vazhdojnë. Dhe nuk ka një menagjim, që 20 sa vjetë. Thash, jo për mes në paragjikonit, u mundosha me qeni shembull i mirë, që me tërgu drejtë se klinika lunte edhe një rol të përfaqësimit shtetit. Një fralloj ishim, shpesh që thëmë, edhe studentëve i thësha, kjo është një mini ambasat. Edhe ka qenë. Unë sa herë kam marrë që i kom pru që nushat e mi, atëheri kom pas 2, mase u ban 3, gjithmonë e kom taku dikon. Une kam pas fatin me krejt ambasador me pas punë. Delin, Murphyn, Michael Murphy, zemës ambasadorin, Tina Kajdanovi, kur ka qenë në atë ko, ambasadori Gjerman, ambasadorit Austriak. Me të gjithë jom taku të ti. Atë u blokon të spari, u vishin kjerat, gjipat e zi, u blokon të rruga, ishin rojet e studionin vendin, mas e vinin ambasadorët. Po, gradualisht. Ka ndru mentaliteti. Mirë po, ajo që ka nuk ka ndru, nuk ndron dora e Olës. Ola e ka gjithmonë dorën fantastike. Shkojmë me recetën e Olës dhe pastaj vazhdojmë me Ilirianin. Ndërkohë po pim kafe, Ilirian. Përshëndetje që kusht të nderuar. Unë sot do t'ju tregoj një recept shumë të mirë me përgatit me gjizë dhe me speca. Nga një herë kur nuk keni kohë me bo diçka ma shpejt, ma shisheve ma mirë, atëherë në të kujtohet kjo receta ime dhe përgatitni se përgatitet shumë letë. Prandaj, e merrni kështu një enë, i veni disa thelbi hudhër, e shtoni pak krep, taurës, teuronit, dyjat janë të mirat jashtëzakonisht, veç në varet cilën e preferonit Himalajeve apo të krypën e detit. Dhe këto i ndrydhni mirë kështu, me piron, hudrat, me krip, që të lëshojnë sa ma shumë aromen e tyne. Pastaj i shtoni gjizë. Për afërsisht, dhe më thonë, sa speca keni, do nshta qaq luk gjizë. Kësaj masës ja shtoni një vejë. Veja zakonisht shkon kur është përmbushje për me gjitë pjesët e cilat të mbushje, edhe gjithashtu për shije dhe për shëndet është mjaft e mirë. Prandaj ja shton edhe një vejë. Prapë i shtoni pak krep. Pak piper të zi, si pas dëshires, ose si pas shijes. Dhe nëse keni pak piper të koq, sa mi dhonë pak gjyrë, edhe këto të gjithat i përzini mirë që ta fitoni një mas kompakte për mbushjen e specave. Shikus të nderuar, unë zakonisht kur zgjedh receptat, pasi kom një provoj jashtëzakonisht të madhe në kuzhinë, dhe po e shoh që tani ne kemi pas dyqysh si të komplikume ushqimet, kemi mujtë shumë ma trup, ose ma let mi bo. Prandaj unë shpesh herë tani, përveç atyne tradicionalit mira që nuk mund t'i zavendëson normal asgjë, po mundohem t'ju gjej disa receptat të cilat janë ma të lehta për përgatit, por jo ma të lehta e mos me qenë të shishme dhe mos me, po me qenë ma të lehta me përgatit, të shishme dhe të shëndetshme. Prandaj, kjo është ai stili jam që i kom dëshirë me nda me ju. Dhe tashti e kemi fitu një masë kompakte dhe tani fillojmë me mbush specat. Specat janë për këtë recetë ma që mirë që shkojnë specat e kuq, për arsye se janë ma trash, kanë ma shumë mish dhe kanë farshie ma të ëmbël. Prandaj, nëse ju jeni adhurus të specave të djegës, atëherë në këtë masën të përmbushje, atëherë mundën me shtu në një spec të djegës ose diçka, kështu që të kompenzoni ato që nuk është i djegës. Prandaj, specat ta shimushë me këto dhe i mbush një sa të mundën i kështu me këtë
masën të mbushje. Letra bora, si zakonisht, dim si jam kryesor. Edhe tashti, pasi që i kemi mbush specat, tashti i mbyllim me një domate dhe e shojmë shporetin, do më thonë, në temperaturë të mesme, i qesim pak vaj, dhe i vejmë në tigan. Dhe tani specat kështu të mbushura e fërgoni vetëm pak, do më thonë dikun 3-4 minuta në një anë dhe 3-4 minuta në një anë. Si vërejni që kanë fillu me uqiru speci. Më thonë nuk ka nevoj që, do më thonë vetëm sa të skuqit kështu pak, e deni me u skuq, dhe ajo mjafton. Nuk ish ma shumë, do më thonë se 3-4 minuta në një anë dhe 3-4 minuta në anën tjetër. I dojmë edhe pak, do më thonë këtu pak u skuq, dhe i dojmë edhe në anën në kundërt në skuq dhe që jënë të gatshëm. Unë përshfryzoj rastin me pi një gotë të kamelotit, pak që me vërtet u lodha. Ujë filtruar, i mirë, të cilën mundeni me përdor edhe nëse keni aparatin e kamelotit në shtëpi, atëherë dhe që mundeni me pi ujë të shëndetshëm dhe të mirë, po mundeni edhe ushqimin me përgatit me ujë të shëndetshëm dhe të mirë dhe të filtruar. Dhe tashti, specat janë skuq, janë fërgu, janë bo ashtu si që kemi pas qef, dhe tash mundemi vetëm me i servu në pratë dhe janë të gatshëm. Shikus të ndëruar, kjo është një recept të cilën mund të përgatit një verës, tashti kur janë specat ma lirë, kur janë specat ma mirë, për ndryshe, bo kemi hek me specat shtrejte, çmimet larta, por tashti kemi mundësi me përgatit këtë recept shumë të shishme dhe shumë të mirë. Po i vej anash edhe pak spec të djegës, sepse di që ka ona jonë, dhe më thonë ne Kosovar të adhurojmë specat e djegës, prandaj po vej edhe anash tu në një spec të djegës që me mujtë me kombinu jo. Një domatet mirë freskët, zakonisht ja largoni gjithmonë këtë pjesën këtu, se nuk është të shëndetshme, dhe me një pjatë verore të shishme të bukur të mirë. E qka ma me rëndësi, letë me përgatit shikus të ndëruar. Prandaj, unë ju përshëndes deri në emisionin e radhës duke ju uruar gjithë të mire. Ndo që Olën, faleminderit Ola për këtë recetë fantastike, ndërsa po vazhdojmë me Lirianin. Deshta me ndërlidh këtu, se te ne thojnë ajtbe se ai është si qenë. Në të vërtet, unë gjithmonë e mersha pse pi thojnë si qenë, kur qeni është kafsh shumë pisnike. Është besnike, është e dashtun, të dënë pa asnjë interes, pa asnjë hile, qysh mundësh një njeri të keq me e cilësu si qenë. Pse të na e kemi pas këtë? Ta përshkush tjetër me një përshkrim t'il, besoj që nuk është e shnosh. Qeni mas kalit është kafsha ma inteligente, edhe ma besnike që thash për njeriu. Edhe njeriu i ka ndajt afër historikisht. Për njeriu të shpellave, kur njeriu e ka nda jetën dhe kohën e vet me qenin, e deri me sot. Është vërtetu që afërsia e njeriut me qenin, kur dihet që sot njeriu i kalon shumë sfida jetësore, sot jeta është shumë dinamike, ka streset e veta, e qetëson. Gjithë atë stres e thith, macet me atë gërhamën e vet,
e tërheq një pjesë të ngarkesës negative. Stresit, po. Domethënë me atë fushën e vet elektromagnetike e tërheq. Kjo është vërtetuar shkencërisht. Sipas një studimi të Harvardit, është vërtetuar që në rast se një person e ka një qen ose një mace në shtëpi, praktikisht për 5 vjet i shtohet jeta për shkak të stresit që e liron derisa përgdhel macën, përgdhel qenin, kujdeset për macën, kujdeset për qenin, domethënë harron për problematika tjera të cilat e preokupojnë dhe qetësohet me kafshët shtëpiake. Kjo është vërtet, është një bo matit që një që majnë mace dhe qenë, po dhe ata fëmijë, unë shpesh që thëmë, më mirë të fëmijëve t'ju bleni një mace ose një qenë, se një iPad. Pse gjeri? Amerikanë përbojnë ma shumë studime, edhe kanë arë vërtetim që ata fëmijë, cilët rriten me një prezencë të një mace, një qeni në shtëpi, ata fëmijë janë shumë më social. Shprehin të forit shumë më shpejt, janë shumë më inteligjent, janë shumë më dashamirës, shumë më dashur, nuk bëhen kriminal, nuk bijnë burgjeve, janë nxënësa më të mirë. Që këtë ku janë dobit e të mbajturit një macë ose një qenë në shtëpi. Nuk po them maje macën ose maje qenin, po maje një gjë që frymon. Kjo është bukuria e jetës. Bukuria e jetës nuk është në gjanat e ngurta, po është në gjanat që lëvizin. Ajo e bën. Mos i ndro perdet, bëll të mira i ki perdet. Merë një qenë. Fëmijëve pjeton. Fundit mos e blej, merë një qenë të... Adoptoje. Adoptoje një qenë, se ka shumë. Kom shumë. Atëherë, merje fëmijëve një qenë. Sa ja blej një iPad, 1.000 euro. Merë një mace, falë në rrugë. Shpëton një jetë, një shpirt. E shpëton një jetë edhe plus e mëson me u kujdes, fëmijën me u kujdes për... Edhe shpesh, dok vima bojnë, dok ki drejt. Ka shpëtu fëmija jem prej telefonit. Ka shpëtu prej syve. Nuk folte, u struk ke thanë në dhomë, edhe gjithë ditën ka 3-4 orë në telefon. Tha tash, bab, a ka maca ushqim, a ka qeni ushqim, që s'pas ka uj, që pas ka bo kakën, t'ja pastrojmë, do më thonë, krijohet, kërdet në vetë dije, po dhe ndër dije, krijohet një edukim, në heshtje, pa dhëmë pare ti, pa që fëmin në edukim. Ajo e ki bo vetë një edukim falas. Absolut. Edhe ki shpëtu një jetë. Po ki shpëtu dhe fëmin tonë nesër. Për shkak se ki bo një fëmi që nesër shoqëria është model. Kjo është bukuria. E të majtit një... Për që ata ti e shumë e amel. Edhe e mjaltë. Je me lem. Edhe i tha agromit, gjeri është me lem për varë. Faleminderit shumë. Ndërsa me lem për ëmbëlsira e kemi Rudin, miq të nderuar, dhe ta ndjekim recetën e Rudit. Përshëndetje miq të dashur. Ku jemi? Për pas në muaj gjusmëgjerin, si çdo diell. Ditë feste, përgatisim ëmbëlsira, përgatisim ushqime të ndryshme. Unë, Ola, Dea, të më thonë receta fantastike. E s'po flasë edhe për në musafirët që i ka gjeri, që gjithmonë ka receta që mundeni me kalu komplet javën, për një emisioni me ditë çka me përgatit. Si që dim gjithë, sidomos një gratë, gjithë është pikpytje çka me bo sot për drekë, ose na vjen ai musafir çka me bo tash desert, se na e kemi këpritjen këgjat madhe në familje tona, edhe kem qef që musafirët me i pritë sa ma mirë. Kështu që unë sot kom vendos këtu, e kam vendosur panën, dhe mascarpone është në mikserin, si që edhe kam thënë edhe më herët, mos e leni pa e marë tek kompania si Vegeta që gjendet në fushë Kosovë, një produkt fantastik, edhe shumë i lehtë për përdorim, edhe praktik. Në anën tjetër e kom vendos ujin për vlim edhe kam vendosur kremën e lotusit që të shkrihet. Këtu kemi biskotat të bluara, i kam marruar disa gogla me brumin e profiterolit, që do i vendosin në mes, si dhe drezat, apo si që thonë në Shqipëri luleshtrydhet. Derisa të përzihet masa e kremës, unë e marrë një lugë dhe e vendosim nga një sasi të vogël të biskotave.
zbora tona fantastike që nuk bën as një kuzhinë mës me I pas, se na duhan. Po besoj që tani është e mjaftueshme për me vendos në gota, pasi që kur t'i vendosim në frigorifer masa dhe troshës, për shkak të trashësisë së mascarpones. Nëse nuk jeni adhuruesi mascarpones, mundeni me e kombinu me krem djath, shihen cilën e preferoni, ose edhe ndoshta me ndonjë kost pa sheqer. Është një ëmbëlsirë shumë freskuese, sidomos për këto kohrat e nxehta. E vendosim nga një lugë të kremës. Nga pak sasi të kremës së lotusit. Goglat e profiterolit të voglat. Vendosim. Si dhe pak biskota sërisht. Në mes të pjatës, dreza duhet t'i vendosim edhe sipër edhe në mes. Dhe këtë proces e vazhdojmë edhe njëherë. Do tash I vendosëm prapë sasinë e kremës. Varësisht prej lartësisë së gotës që e keni, mundeni me I vendosë deri në 3 rene biskota, mundeni edhe si ne që do t'i vendosim vetëm në 2, për shkak që do t'i vendosim krem pak më shumë. Tani do I vendosim sasi të kremës së lotusit pak më shumë, në mënyrë që të na depërtoj shija. Mirë po patjetër preferohet që së paku gjysmë ore të qëndroj në frigorifer, në mënyrë që të forcohet krema dhe të jetë më e freskët. Dredhzat. Unë gjithmonë I zgjedhi dredhzat që të jenë vendore, pasi që të kenë një aromë më të mirë, kështu që tash edhe kemi dredhza vendore, kështu që mundeni në përfshatra të ndryshme me I siguru. Një ëmbëlsirë shumë e lehtë, mirë po është shumë freskuese dhe shumë e shijshme. Mos e lani pa e provu. Edhe gjithmonë për recepturën e plotë na ndiqni në Majë Gjuhës në kanalin ton të YouTube-it. Deri të diellën e ardhshme, mirëmbëjtje miq të dashur. Gëzuar. Në këto qaste miq të nderuar, na I kemi edhe 5 pyetje që I ka përgatitur Ben Apolloni për Ilirianin, mirë po e kemi edhe SMS-in pa zarar. Ilirian, SMS-i pa zarar praktikisht është një SMS që ti nuk e sheh. Unë ta dërgoj, ti e bën veç copy and paste dhe ja çon 5 miqve tu. Ndërkohë miq të nderuar, derisa Iliriani ti dërgoj SMS-at, ne ndjekim recetën e Deas. Ti emrin e paske Vivax, mbi emrin Cyclone Tech, mvyn ndihma jote, une jam Dea. Mvyn ndihma jote, këta kolekte mi menzi po presin me mzon ngusht, me thonë s'po din me teknologji. A din ti mu marrë me mu se une me ty s'di? Dashur meq, edhe une u bona me air fryer. Po I lutem Zotit edhe këti shokut tem, air fryerit me mdihmu sot me dit me përdor. Për ndryshe, mos di qa me përdor, ko me shku testi Vegeta në Fush Kosovë, edhe ko mi thonë, unë e këto s'ta kthej, ko me majt, po të regom një qysh përdoret, të mësona edhe unë e krejt shoqet e mija me air fryer. U knaqen, veç unë e halo meta pa air fryer, e sot ko me po do sandwicha, ose disa sandwich. Po e lëshojmë, këto e ka pullën, shumë e thjesht ko ka. Po të regon air fry, bake, roast, reheat, dehydrate. Do me thonë air fry, pe deni se ta shobo e famshme. Bake me pjek, roast me gësh.
me reshk. Rihit, kur do me nëzit diçka e kitë gashme, për shambullon e gynerit s'kom qef, kamermanit, kolegu te mi dhonë senet freksa, kom qef mi anë nëzit djeshit, kur vjen këtu në studio unë, rihit është për gynerin. Dehydrate është për milotin, sepse miloti është aj që na lot, që nuk na lën me bo pauza, me pi kafe, me pi uj, aj na dehidron gjithë ekipin. Kështu që qenka ka një opcion për të gjithë. Zot një mana, sendviqat kemi me i bo me tun. I marim ka një copë buke, ja qesim ka një risk djatë kaçkavall. Qa po bojmë a bejka roast për t'u gyner? Bake, hajt, bake pja bojmë. Time po thot, time gyneri nuk na len gatë. Time pe bojmë 5 minuta, se gyneri ma shumë se 5 minuta se ka me shku me marrë grune qikën. Apo gyner? Edhe me zonë peshqi. Edhe ka me shku me zonë peshqi, po edhe peshqit mund është në air fryer gyner mi pjek. Okej, e mbyllim. Start. Të dashur meq, i kthehemi tash seriozitetit, për derisa air fryer e bën punën e vet, na e bojmë gjithashtu punën tonë. E ka marrë tunën meksikan për me pas ma të letë, për me bo sendviqen e përzim me shumë shijet ndryshme. Për ndryshe, ju mundeni me bleveq tunën e thjesht thot edhe me ishtu preferimeve qka të dëshironi. Këtu kam përzi ajk dhe majonez. Do t'ja hedhi kështu. Pak gjekst. Piper të koq. Qështu. Kripën e detit, kripën e imt të detit nga Euroni. Heq pa dhimt për jashtoj. Edhe e përzim. Qka do me thonë fjalla e fundit e teknologjisë, dashur meq, të shohim qka na ka dollë. Pa! Ja, smoj se po mbinim sysh, Veç këshërën e qka do me thonë. Dashur meq e reshkon për 5 minuta. Do të thot e dini ku e gjeni, si vegeta, rrugës për fush Kosovë. Atëherë, dashur meq, s'po di mu po m'duket puna jeme e kotë, krahase me punën që e boni air fryer. Edhe këto. Kështu. Për mëngjes, për darkë, për shkollë, për punë, me i marrë me veti, për studio që të me hongër, orë në qëtash me u knaqë, për çdo gjë, një ide çfarë mëngjesi ose çfarë shujte, me thonë ma mirë, mundeni me përgadit për gjithë familjen, shishëm, me shumë proteina, me ndyrat shëndetshme, me gjithat, sidomos kur e bëni në air fryer, hala ma mirë. E unë me këtë recet sodit, po ju dëshiroj një të diel të këndshme. Tung tung! Ky emision u mundsua nga Frigo Deluxe. Në këtë çast e miq të nderuar duhet ta shohim se çfarë SMS-i ka dërguar Iliriani dhe kujt ja ka dërguar. Praktikisht Beni e ka shkruar një mesazh. Përshëndetje, mund të vini ta merrni qenin tuaj, është shëndosh e mirë. Por nëse her pas here dëgjoni duke e thënë ndonjë fjalë, mos u çuditni. I kemi shikuar lajmet shpesh bashkë këto ditë dhe i ka mësuar disa të shame që nuk pata shans t'ja fshi nga truri. Sa njeri ka shok të ditë, Ilirian. Gjeri që ju qova shokve, miqve dhe edhe disa dashamirësve të kafshë që i kom pa bitë me pikpytja.
Po nuk është për çudi se çdo ditë kemi kalu bukur sfida politike. Po. Kështu që 11 herë, 12 herë. Sa tash shoh që po habitën qysh di me pikë çudi se më thënë përshëndetje doktor, se më thënë doktor Eli, shkurt. Po. Qysh ka mësu, thot me shajt, di? Kush ta kthej? Doktor Genci. Ta qysh ka mësu me Po, shajt? qysh ka mësu me shajt, di për më ka që me 3 pikë çudi se mrapa. O qysh mos me mësu deri edhe qeni mësot me Kështu që ma mirë me i pak lajmeve, edhe qanë që përna shojnë. Po. Ma mirë pak me i largu politikës. Tjetër kujt ja ke dërgu? Atë kanë kthy përgjigje, apo si kanë pa mesazhet? I kam qu një shokut në Zvicër atje, po nuk e ka pa hala, e presim mos pa kthehet. Edhe një sharit është në Amerikë. Ai ende nuk e është ora. Është ora pak më ndryshe. Ditës ja kam dërgu. Atë ka kthy dita përgjigje? Dita nuk e ka pa. Nuk e ka dërgu tu kesh. Okej. Dhe po habitët. Po si do që tjetë. Një mbuq për doktor Gencin edhe për ditën që kanë kthyer përgjigje, dita është dashamir se e kafshëve shumë edhe... Dita është dashamir se e flakt e kafshëve. Po, edhe dita gjithmoni ka kontroluar të doktor Iliriani të gjitha bebat e veta, të gjitha zemrat e veta. Ndërsa ne, miq të nderuar, tani e kemi kohën për 5 pyetjet e Benit, por pavarësisht saj dua ta përmend edhe një sfidë me të cilën është përballë Iliriani si njëri prej veterinarëve të parë, të themi kështu, të pas luftës në Kosovë. Ma tregojnë edhe ndonjë sfidë që je përballë përpos asaj sfidës në dogan. Gjeri, sfidat kanë qenë shumëta, sidomos mas luftës kishim nevojë për aparatura, nuk i kishim ato në fakt, duke më improvizu. Edhe një për improvizim më u konë mi marrë macën ose qenin kur kishim nevojë për rentgen. Mi qu te biçaku ose në rezonancë. U duke mi qu me tregu drejt me fol në telefon, mi bo një termin natën. Në atë kohë, natën, mas orës 7, kur kryshin kretë pacientat, u duke mi marrë na mi qetësu qenin macën me shtin anestezion, pa nevojë, që mes më një të leme, mi marrë peshkirin, edhe masit kryen kretë pacientat, na me hi si hajnat, në salën e rentgenit, mi shkrep filmin, mi zhvillu, mi pa, edhe mi tregu se qka është problem, është të thymi, është nxerje, domethënë luksacion, ose... Kjo ka qenë shumë sfide madhe, derisa faktikisht i kena bota, shqyqy zotit, i kemi bot gjitha. Ti i ke të gjitha tash në... Pa tjetër, kemi gjitha se nuk mund është me operu ndryshe, nuk mund është me murrit. Edhe, kjo ka qenë shumë sfide madhe, Gjeri, se po të pa në i klient, pacient, fakt, që përshkon në rezonancë, ose të biçaku në atë kohë, të indjeri, me të pa që pejnë me masë me qenë, aty ka qenë që mo ati si a shkeqin komen aty. Po, se kam thonë, qeni po hinë aty une. Ku ullë na une, mullë dhe qenje, dhe më kjo ka qenë i tabu e madhe, Gjeri, mas luftës. Shumë ka qenë tabu, se qysh, adi? Atë ka ndodhë me u konsultu, se sfit ka qenë fillimisht edhe operimin, nuk kena, si e folëm edhe ma heret, atë ka ndodhë me u konsultu me mjekët e njerëzve, të dhejmë kështu, of humankind, lidhur me disa operime që janë më të ndërlikuara në kafsh. Pa tjetër, problemin me ortopedin e kum konsultu shpesh me doktor Selatin Boshnjakun. Sa që më kaftu edhe këtu kur vinte më intervenu tek njerëzit, me prezentu. Në ndërverimet në Kosk, për mi pa, gjo, se s'kishim ku mi pa. Pastaj, jom referu dhe me doktor Ngadnimin, problemet që kem pas në maksil, në dhamë. Me qenusha. E ku marrë qenin në vetë, qenin edhe kum qute doktor Ngadnimi e kum sedatu kena punu bashkë. Një ka qenë edhe qeni jëtë që ka pas njëtin problematik kur kemi pas qu për dhamë. Pikon e kemi pas dërgu, bashkë me Ngadnimin. Që tash po më kujto. E kemi pas bo incizion një pjesës incizivit këtu me Ngadnimin bashkë, unë e sedatova përgatita
edhe i na fut dytë në operim. Kjo ka qenë sfidë. Duke mi sedatu qenin, mi që në klinikë të ngadhnimi, po edhe ngadhnimi, po ka qenë dasha mirë, se ndryshe nuk pranojnë, edhe ngadhnimi mas punës vetë, nuk për tejke, u futëshim poshtë në salë, tinës edhe aty, mes me na pa kërkush, që ky bashkëpunim që ka qenë shumë i frytshëm. Tani kemi arritë që shqyqër i mbulojmë gjitha llojet e operimeve. Kjo ka qenë edhe përvojën që kena marrë, se mjeku mëson për mjekut. Absolutisht. Dora e lan dorën, shpesh thëmë, nuk mundesh me qenë mjek i mirë i mbyllën në vetvete. Duhesh me qenë i hapur. Na shpesh thojmë, smujën duhet mi bo prallë në Gjakov. Ati smujën duhesh mi bo prallë, për mi gjetë shërimin. Absolutisht, duhesh me tregu, se dikush ta jep ndonjë ide, dikush ta jep ndonjë këshill. Kështu që i kemi ka përcy ato sfida, edhe sot jemi ku jemi, në kuptimin që sot arrimi bo gjdo intervenim, të unis prej ososintezës, intervenimin e të nkocë, tumorët të ndryshme. Së folim problemet tjera, dhe më thonë prej kokës deri... Problemet e thyrjeve këto janë veç rutinë, gjdo gjo. Mirë po edhe këto problematikat operimet edhe ma të ndërlikume, e di që doktor Iliriani i bën. Po, duhet me reziku. Pa reziku, ma mirë është një fjallë të rezikosh, se mos rezikosh fare. Edhe thëmë edhe në klinikët, kolegëve, po nuk që gëzimtarë, në kirurgji, si dhe mos në kirurgji. Tash, po bojnë që 20 vjetë, po në dokë të i ki dur të arta, në kirurg, si kirurg. Ka reziku doku. Po i thamë, mu nuk më ka ndimu kërkush, unë më dështë vetës me ndimu. Edhe me reziku, në fakt. Po së rezikove kur gjo, nuk ki bo kur gjo. Nuk mund është me mri. Absolutisht. E tash, doku ka me reziku edhe mi hap 5 kavanozat me pytjet e Benit. Në këto qaste po fillojmë me pytjet e Benit. Ilirian, këtu janë 25 pytje, nga një pytje e merë prej se cilit kavanoz, edhe ta shohim se qka ka bo Beni për... A duhet mi përzia ja? Qysh dush? Ka njerë jonë mana fakalie, kur nuk përzien, ka njerë... Po jonë pytje me spec. Asune nuk e di qka ka dit me bo. Interesant. Pytje është kështut. Kur dikush thot kafshët shtëpiake, më thoi sa, a nën kupton kjo edhe burra dembela që nuk lëvizin nga kauqi detenat. Një me anën kupton që kjo? Dhe diku kanë drejt. Ka burra që janë mazi se kafshët. Po, më thoi sa, tash nuk bën me përgjithsu, po faktikisht na i kena këto për malazes ma shumë, edhe shtosët që kanë qenë. A din që që kanë malazest? Fatkeqësisht, edhe të na kanë nisë më bo do të dembela. A din që që kanë malazest, tojnë, kur të shen një zotni ullun, ullu edhe ti s'ki nevoj me punu. Nimoj me nejt. Hajde, dok edhe 4 tjera i ke. Ta shojmë që ka ditë. Benua me shkretunun. Si kanë reaguar vajzat kur ke dalë në takim me to, dhe ju ke thënë që e doktor i kafshëve. A në që ditë, a kanë qesh apo kanë mjaulli? Mjau? Pak si shtirë. Pak provokuse. Në fakt, vajzat kur më shofin si mjek i veterinarisë, më thojnë dok ti mirë dokesh, edhe si kur ti shekon mjek human, shumë ma mirë kish me qenë. Ati se pak kishin pas siguri ma të madhe. Shumë neve siguri theshin, më thojnë që je veterinar, edhe dokesh mirë, po ti shekon edhe doktor kështut. Edhe ma mirë. Edhe ma mirë. I thamë, po s'ka lidhje, unë më kujtohet që isha në Arbria të punu, erdhë një zoj me 2 vaksina një ditë në dorë. Tha, doktor tha, ju marrë, tha, aja huja, Gjermane. Tha, i marrë, tha, me mi bo 2 vaksina, qëtu, thash, pëse, thash, une. Tha,
a i mante 3 qenë. Po tha, leq, tha, ku pi jep qenëve të mi, ata nuk pinin hiq. Ma shumë këtha kom besim të ti, se të këta tjertë. Shtu që, unë besoj që Për fundimin, Kallxo Maja, ki dhonë vakcinën ajo? Vetëm njonës. Okej, gjysë Vetëm punë. njonës. Gjysë Alo me vaksin jam. Nuk kom rivaksinu, alo shumë rivaksinu. Veç me një. Kështu që na qenë të rivaksinojmë, ka 2-3 herë, po vetë jo me i vaksin. Okej, shumë bukur. Edhe ky një fakt shumë i lezetshëm. Hajde të shohim pyetjen e tretë. A ka ndonjë kurs për mos me qesh, kur ndonjë klient thot, mendoj se qeni imi është në depresion, se e ka pa të dashurën me një qen tjetër. Në gjë, edhe nuk bën me qesh, por se unë e di, unë e Django në kom pas në depresion. Se ja ka pas marrë pikoja dundën. Gjeri tash, shkencërisht, përveç është vërtetu tash, që përveç njerëzit që binë depresion për shkak problematikave të ndryshme, edhe dashnis, është vërtet që ky depresion është edhe të kafshët. Kjo është pyetje shumë e mirë. Na e kemi vrejt të Djangoja Kështu këtë. që unë shpesh e shoh që qenë shumë binë në depresion, po unë e shoh që qenë femna më shumë binë në depresion. Apo, te ne Djangoja binte Kur i në dashuri depresion. nuk po vjen me kohë. E unë mund me thonë që Djangoja binte në depresion edhe kur ne udhtonim. Kur e lenim në shtëpi me njerëz tjerë, ai absolutisht nuk ishte më, as nuk lëvizte. Ne na kanë tregu që ka fjet mik misht Agronit, se Agronin e ka dasht pa mas, edhe ka fjet mik misht Agronit, s'ka lëviz 4-5 ditë e para as ka hangër. E pastaj pak hante, derisa u kthejshim na, pastaj kur u kthejshim na. E vujnë shumë qenë, përgjithësi e vujnë shumë. Largimi pronarëve, ose vdekja pronarit. Vdekja pronarit është një gjendje shumë e rëndë për qenin, e vujnë shumë. Edhe tani shkojmë tek Pyetja radhës, pyetja e katërt, po. Pyetja e radhës. Pyetja, është e vërtetë se kafshët të respektojnë më shumë, se ato nuk të thonë, a mi bën analizat me zbritje, se jemi miq. Jo, thot pronari. Po, na pikem problem ma shumë me pronart, Se sa. se vetë me kafshët. Është e vërtet që kafshët na respektojnë. Që sot ke dëshmitar gjallë, Ai pa. çfarë respekti mbon gjithë. Çfarë dashnie të dhanë mas pari. Kjo është një respekt. Kurse kuptohet, njerëzit ta bojnë respektin vetëm kuptohet, qoftë ki rezultat, që ka herë edhe kur nuk ki rezultat. Po. Medicina, shpesh e thon, medicina nuk është mekanik. Medicinë nuk mundesh, mjeku nuk mundet me të garantuar sukses 100%, se nuk mundet me të ndru një pjesë për një pjesë tjetër. Okej, kjo ishte pyetja e parafundit dhe kjo është e fundit. Stopi përzi, nga është ta mbje pak ma letë. Përzije. Qitoti ka bëhet Beni, kështu që... Beni pas ka shkru, e pas ka ranu lopsin. Hisë spriton. A di shka thojmë Nan Gjakov? E ka ranu lopsin. Që po të thënë? Na thojmë Gjakov dora që shkru në kom. Sa bukur, shumë e bukur. Pas kaq vitesh përvoj pune, a ki mendu ndonjëherë të kalosh te pacientët me problematik, si politikanet për shembull. O Benua, që tu ke hi thell. Ku ka hi thell, dhe pse na mjekt nuk kena që fort më marrë me politikë, se kam kolegë që kanë qenë edhe deputet me profesion, veterinar, po ka qenë atë si Merimi, Dritan Qaushi, ka qenë ish deputet, po dhe veterinar, tash profesor, e përshëndes. A ki mendu ndonjëherë pacient shumë problematik janë këta,
Unë çak i ditë e bona një postim, nashta më lejohet mi lezu Po. në Facebook. Ra puna e zgjedhjes Krye parlamentar. parlamentarit e qeveria që nuk performohet. Hajde ta shohim. Nga dialekti popullor, si deputet, e kam qitë. Se u lidh, shumë rastisht u lidh, rasia është mbi gjitha. Kishte dalë në pazar e Jup Hyseni prej Lezit, për të bler një kal. Duke këqyrë në për pazar, i pëlqen një kal e i bëhet merak që ta blej. Duke u sjell në për pazar, e shen një mik nga Mareci dhe dinte që ky Farimini i nje kuajt. E luti të shkonte për ta parë kalin. Shkoi Emini, mbasi e pa kalin, i tha Jupit. Kali qenë ka hishëm, për dok, për mu pa, si me qenë deputet. Po ty duhet për pun, është abacin, e për pun nuk është kë. Ky kali kur del jashtë, zemrën e lenë ngrasht dhe është të kojnë. Muj me të thonë se ndoshta edhe qëtë shkelma e hanë në dhamë, i tha Emini. Po dokët që këta deputet tanë ka nisë me qitë shkelma e dojnë edhe në dhamë e në hongër për besë. Kështu që nashta i vynë pak ndima dhe veterinerve. Nuk o keq, Benja pas ka qëllu me që. O, shumë bukur. Faleminderit edhe për postimin, nuk ta pas ta po. Unë hy në Facebook, po hy të faqe e me postoj diçka dhe iki, për shkak se zakonisht kam shumë punë, por me gjithatë, miq të nderuar, atë që e themi në Facebook zakonisht e merrera, por diçka që e tha Iliriani e tha shumë bukur. Dora që nuk shkruan është kam. E ne sot e kemi një dorë që shkruan, prandaj ka me shkru edhe sot për emisionin ton një fjali se kjo fjali pastaj do të publikohet në fund të vitit 2025. Diçka për emisionin, apo si e ndjer, çka të dush ti? Shumë kam për të thonë, shumë për të shkru, shkrimi mu ka prisht. Se tash... Si shekon mjek, se kishe pas. Me të rrugu drejt, kanë thonë, su në grune kom farmaciste. Më thamë, pse u martove me farmaciste, i thash, po për me lexu shkrimin. Ani, jam i thirë në vlorën me ta lexu. Vlorë, me lexu. Atëherë për shkruaj pak. Okej. Atë lexoj. Po. Është një mision i qelluar. Ti gjeri me punën tënde na bën krenar. Na jep dashuri, jem e lem për plag dhe për shpirt. Faleminderit shumë. Shumë të faleminderit. Unë jam krenare që të njoh praktikisht edhe jam shumë e lumtur që ti kujdesesh për zemrat e mia. Është sikur me u kujdes për mua edhe për Agronin, se kur ata i kemi në rregull, edhe na vetë jemi në rregull. Shumë të faleminderit. Vetëm ma nënshkruaj këtu, edhe datën ma shkruaj. Në këto momente, ne ka që kishim me Ilirianin, për shkak se edhe koha nuk na premton më shumë, dhe në këto momente une po e pyes vetëm edhe pyetjen që zakonisht e shtroj në fund, edhe ma merr mendja që e din, po megjithatë po e pyes. Pse të kemi në majt gjuhës? Vetë fakti që na ngjihem që 23 vite. Na njihemi shumë moti. Ti ke pas mundësi me më thirr shumë kohë përpara. Shumë herë në emision. Faktikisht na jemi plak së bashku. Absolutisht. Edhe kemi nda shumë periudhat mira së bashku. Shumë lumturi kemi pas. Emisioni yt është emision një mozaik multikulturor që i prek gjithë fushat e jetës, gjithë sferat e njerëzve. Nuk fokusohesh vetëm në përgatitje, nuk fokusohesh vetëm në një kategori të njerëzve. Vetë fakti që më ke thirr, më ke dhënë vlerë, më ke dhënë rëndësi, po e ke shtu vlerën e emisionit. Faleminderit shumë. Besoj që edhe une, me prezencën time, Shumë të faleminderit. E kam shtu një pjesë
të asaj bukurie të këtij emisioni, me përvojën, historinë, pavarësisht që nuk jam shumë i vjetër, përvoja është shumë e madhe, e plotësoj atë tullën e kësaj ndërtese kaq të bukur dhe kaq të madhe. Me përvojën time, po ashtu edhe me prezentimin tonë, me emisionin tonë, dhe besoj që ne do të shihemi prap në emisione tjera të radhës dhe do të mundohem të plotësojmë prap emisionin me gjëra të reja, me bukuri siç i ka hije. Faleminderit shumë për këto fjalë, por është shumë e saktë kjo që po thu se secili mysafir e po ashtu edhe ti jeni vlerë shtuar e emisionit tim. Praktikisht pa ju, ky emision nuk do të ishte thjesht vetëm një emision gatimi, por ju i jepni një vlerë shumë të madhe emisionit tim dhe faleminderit për kohën që e ke gjetë, se unë e di që do të udhëtosh shumë shpejt për Amerikë dhe e di që ke shumë pacienta të kontrollosh, por ata të presin për shkak se ma ke dhënë fjalën që do të vish. Ne 100 herë kemi bisedu, po kur nuk e kemi ndërmarrë hapin që ti të vish në emision, se gjithmonë ke qenë shumë i stërngarkum. Edhe miq të nderuar, ne e kemi marrë Ilirianin në emisionin ton për shkak se është një shembull fantastik, është një shembull për të mirë në shoqërinë tonë. Dhe kjo është për ordinancën tonë me qita ty zyrja jote. Faleminderit Gjeri për këtë respekt. Të thash është një diçka e bukur të jesh në emisionin tënë. Është një emocion i veçantë, edhe kjo është një dhuratë që i shton shije, bukuri punës dhe karrierës tonë. Faleminderit shumë. Shumë të faleminderit Ilirian dhe unë të dëshiroj shumë suksese, të dëshiroj sa ma shumë klienta të shëruar, pacienta të shëruar dhe sa ma shumë dashni prej tyre, por edhe prej njerëzve që i sjellin ata në ordinancën tonë. Miq të nderuar, këtu praktikisht ne e përfundojmë emisionin, unë ju dëshiroj një të diel të këndshme. Ju që nuk keni kafsh, shoqëruese, që nuk keni qenë, mace, pul, peshk, kanarin, drejt me ju thonë për mëdhimen, se nuk e dini çka do të thotë një dashni që u ofron një kafsh shtëpiake, ndërsa ju që i keni, bëhuni pak më të durushëm kur ja u bojnë naj qisha naj kokë në përshpi. S'ka dert, për shkak se ata japin shumë dashuni, për shkak se ata gjithmonë na durojnë edhe kur jena të ngrysur, edhe kur jena nervoz, edhe kur jena të gëzushëm, dhe me thonë gëzohen gjithmonë kur na shohin edhe gjithmonë janë afër nesh. Mos e harroni edhe doktor Ilirianin, aty është për të gjitha hallet e bebushave t'juaj që i merrni si shoqërues. Unë ju përshëndes, ju pres javën që vjen.